Videon e parë të kom përgjigj si për hajgare, tash do më të përgjigj seriozisht. Arsyeja pse më kom kosovar e mi thon vetet jam femën e tash punina si moshkoj nuk është e njëjta sen, është se identiteti kosovar është e bazuar në shtet. Është diçka që zhvilluhet, është diçka shumë subjektive, mundet më ndryshu me kohë. Veç fakti që Kosova s'ka ekzistuar e tash ekziston, është diçka që nuk krahasohet me gjini. Se unë e lindi femën, nuk më thonë vetit, ok, tash po zhvillohen në një mënyrë që më bën moshkoj. Gjinia jam nuk lumë sipas veprave të mia. Biologjika është diçka shumë objektive. Përse është shumë ashiqare, a jam unë femën a moshkoj, nuk është qaq ashiqare, a jam shqiptare a kosovar. Plus, analogjia jote është shumë provokative, se po supozon se biologjia krahasohet me identitet, por faktikisht ti po krahason pasoshen me fakte biologjike.